Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma, mirë se erdhët në programin ton, në programin Studio e Hapur, unë jam Eni Vasili. Diskurri politik është përfshirë tashmë në një debat të etshëm mes atyre që mendojnë që reformat e qeverisë Rama janë reformat e duhura dhe që do ta shërojnë herë të vonë sistemin, dhe atyre që besojnë që janë thjesht një performancë e re për të mburuar plagë të vjetra me një petkë të ri. Plagët janë gjithmonë ato, korrupsioni, nepotizmi, paaftësia e të tjera si këto. Sot që flasim, opozita ka bërë një tjetër thirrje mbasi ka realizuar një protest, për një protest tjetër të njëjtën përpara parlamentit kundër projekt buxhetit, ndërkaq që shumë grupe interesi janë kundër reformave tashmë në këto muaj. Kështu është biznesi përballë taksave, janë tregtarët, studentët apo pedagogët e publikut për reformën në arsim, por dhe të përndjekurit nga ana tjetër në protest, shumë grupe interesi janë përballë reformave në këmbë në oponencë ndaj qeverisë. Këto janë kosto reale reformash apo janë thjesht humorit pak knaqurish? Pas gati 2 vjetësh duket megjithatë sikur shumë janë kundër Edi Ramës, sikur të gjithë janë kundër Edi Ramës dhe qeverisë. Në fakt, pyetja që do të shtrojmë për përgjigje sot është pikërisht kjo. A janë të gjithë kundër Edi Ramës? Nëse është po, a kanë të drejtë të jenë? Dhe si qershia në tort, vjen sot ambasadori amerikan për shembull që bën thirrje për krijimin e një partie të re, Partisë Antikorrupsion, që le të kuptohet që partitë aktuale në skenën politike shqiptare nuk arrin të legjitimojnë brenda tyre pikërisht këtë moto shumë të rëndësishme për shoqërinë shqiptare, antikorrupsionin. Ndërkaq kemi kryeministrin që përballë disa iniciativave tërhiqet, kërkon ndjes, siç ka ndodhur sot në Shkodra, për ligjin e dekorimeve, siç ka ndodhur për listën e dekorimeve, siç ka ndodhur kohë më parë për ligjin për shpifjen apo dhe në raste të tjera. Më mirë një kryeministër që tërhiqet, kërkon ndjes, apo një kryeministër i bindur nga gabimet e veta. Janë pyetje që ne do t'i shtrojmë një panel kolegësh, opinionistësh, opinionbërësish, editorialistësh, njerëz që merren çdo ditë me përpunimin dhe interpretimin e lajmit. Ju prezantoj më njëherë të ftuarit e mi, Agron Gjekmarka, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit që jeni me mua. Alfred Lela, mirëmbrëma. Faleminderit Anila Basha, Newsbomb, faleminderit shumë që erdhët. Lorenz Vangjela, Java News. Vangjeli, mirë se erdhët. Mirë se erdhët të gjithë në këtë tavolinë të analizës sot. Një detaj, vetëm diçka sepse dëgjova me shumë vëmendje atë që thatë ju, po t'ishte edhe opozita shqiptare kaq e elokuente dhe ndoshta kaq e sinqertë sa ju, besoj se në Shqipëri të gjithë do të ishin opozitar. Për fat të keq, ju nuk e keni plotësisht të drejtë në parashtresën tuaj mjaft elegante. Dhe për fatin e keq të opozitës, opozita nuk është e sinqertë si ju. E keni fjalë që unë jam e pasinqertë, në? Jo, thash, duke ju dëgjuar juve, thash, më erdhi keq që pse opozita nuk është kaq e qartë sa ju në para përgatitjen tuaj për emision. Edhe pse kishte ndonjë dyshim Vangjeli. Jo, gati, duke ju dëgjuar kështu thash, nuk do kishte shans tjetër në këtë dynja përveç se të ishe në opozit. Po të nominon dhe kryetarët të Partisë Antikorrupsion, Lorenzi, më duket. Ashtu siç do të ishte e udhës që dhe siç është e udhës si çdo qeverisje. Pavarësisht ngjyrës, shihet me dyshime dhe me skepticizëm. Dyshimi dhe skepticizmi janë mjaft të shëndetshëm për një shoqëri
Sione e cila beson let dhe zhgënjet gjithashtu. Skepticizëm faktin që kërkojnë ndjes pas plot një muaj sot Rama? Dhe zhgënjet gjithashtu let. Shiko, Rama ka kërkuar ndjes duke bërë një akt që është jashtëzakonisht i vështirë në Shqipëri dhe në Ballkan, në përgjithësi, se Ballkani është edhe Mesdhe dhe Malsi, e që gjej tani, dielli i nxehtë i Mesdheut edhe Alpet e ftohta të Ballkanit. Imagjino se çfarë përzierje mund të nxjerrin tek banorët dhe tek politikanët që qeverisin ato. Rama ka kërkuar 2 herë ndjesat ju dhe besoj se ky është akti më fisnik që mund të bëjë një kryeminist. Përmenda unë, po tret mendoj ka edhe më shumë. Por ka gjithmonë një por, ka gjithmonë një por e cila i kthen gjërat mbrapsh. Së paku ke kjo pjesa e dekorimit nuk është se kishte vënd për ndjes për shkakun sepse nuk ishte ai autori. Ai vazhdoi të ishte kur themi ai, qeverisja e tij vazhdoi të ishte e pavëmendshme ndaj një gabimi të mbartur në vite, ndaj një mëkati të mbartur në vite, dhe këtij i mbeti në dorë dhe ky kërkoi ndjes. Dhe ndjesa e tij përfshin një rresht të gjatë me kryeministra dhe përfshin një moral. Ishte një vendim i qeverisë timos, Lorenci nuk ishte gisht tani, ai është kryetari i qeverisë. Dhe këtë vendim e kishte marrë kjo qeveri një vit më para, një vit kohë për reflektim, edhe një muaj pas këtij viti që kaloi. Vetëm për faktin se një prej dekoruarve ishte torturuesi i Atë Zefplumit, të cilin zoti Rama e citon dhe stërciton her pas here, ndjes pas Zefplumi atje ku është, vetëm për këtë që ditën e parë kur u publikua, nëse nuk e pasur ka ditur zoti Rama, duhet dilte dhe në emër të qeverisë së tij, si shef i kësaj qeverie, ta tërhiqte atë dekorat dhe të kërkonte ndjes edhe me turp. Tani kaloi dhe një muaj pas një viti dhe zoti Rama pas ka qenë sërish në padjeni. Është pak e vështirë për të besuar, më ne mund ta lëmë të kaloj, po nuk e beson një, ata që na ndjekin nuk e besojnë. Për të qendruar pikërisht këtu. Edhe një herë nga e para dhe madje me shumë më tepër dhimbje se më parë. Sepse kur edhe një mendje hapur si kjo e zotit Lela nuk arrin ta kuptojë një gjë që është kaq e thjeshtë dhe shikon vetëm sipërfaqen e kësaj gjëje e cila nxin për të thënë të vërtetën, dhe nuk hyn diçka më thellë, imagjino se sa vështirë është për një publik mesatar, le të themi, që të kuptojë të vërtetën e saj. Është sa e thjesht aq edhe ndërlikuar. Janë veteranë të klasit parë që quhet, të cilët kanë qenë pjesëmarrës në luftën nacionale çlirimtare. Të shpallur si mund të jenë dhe dishepujt të Krishtit mund të jenë edhe në momentin pasi kanë qenë dishepuj janë bërë torturues, damkosen si torturues. Në Ballkan ka shumë fat keq, po nuk ka dishepuj të Krishtit. Ka shumë mëkatar. Jam duke sjellë një metaforë për të siguruar një kontrast fort të asaj që ka ndodhur. Ka vazhduar metaforën tënde. Ka shumë druvar që bëjnë kryqe, ka shumë farkëtar që kanë bërë gosht, por nuk kanë nga ata njerëz të cilët dinë të vënë gishtin në mëkat dhe aq më tepër të jenë pa mëkat. Po të them edhe një herë, fiks kjo është nga ato histori në të cilët nuk duhet hedhur gur dhe vetëm mbi një rëmpal. Po të them, është një vendijoje të lutem, mos e monopolizo, se ke folur vetëm ti deri tani. S'ka monopol, po shpjego. Në 94, në një vendim të një qeverie legjitime shqiptare të asaj kohe, janë kategorizuar veteranë të klasit parë, ata të cilët kishin marrë pjesë në luftën nacionale çlirimtare. Ishte një fotografi e çastit për ata të cilët kishin qenë atje. Dhe fati tyre u ndërpres sipas atij vendimi qeverie në 29 nëntor të 44-s. Dhe nuk u tha se çfarë është bërë më tej me ta. Po atë miopi të trashëguar edhe këta që erdhën, të cilët nuk e kanë shumë problem dhe as shumë dëshirë, të thellohen në gjëra. E morën të mirëqen, vazhduan e pasuan dorë më dorë, dhe këtu nuk merret vesh as kush është autori i mëkatit dhe as kush është baba i Kopilit. Kopili i mbeti në derë këtij, i cili kërkoi ndjes sot. Ndjesa e tij përfshin të gjithë emrat e kryeministrave, të majt e të djathtë. Ndjes për termin një çik të ashpër. Por zakonisht kështu. Zoti Evangjeli tani akti është shumë më i madh dhe më rëndë se fjalët. Deri i Ramës, por është një kopil që është një kopil që e kërkoi kjo situatë dhe kjo qeveri në këtë kohë. Padyshim jam me mendimin e Lelës, kjo qeveri e ka miratuar atë listë dhe normalisht mendoj se një qeveri kur miraton një vendim qeverie, duke nisur nga stafet që janë poshtë, deri te ministrat që diskutojnë në një tryezë ovale tek salla e madhe që kryeministri ka bërë shumë bukur,
duhet lexojnë minimalisht emrat e atyre që dekorohen. Dhe nëse kam pasur mungesë dienie për ata që po dekoronin, kjo është padituria e stafeve të tyre, nuk duat mendoj që ka qenë e qëllimshme ashtu sikurse kryeministri tha. Në asnjë rast kjo nuk e justifikon vonesën, madje nuk e dim nëse kemi sot tërheqje të këtij titulli apo kemi vetëm një ndjesë publike faljeje. Pra se janë të dyja aktet që duhet bëhen për të mos mbetur vetëm te kjo çështje, por kjo qeveri, domethënë duke filluar nga gjithë stafet e vet, duhet patjetër të kishte një përgjegjësi më serioze për sa kohë që debati ka më shumë se një muaj që trajtohet gjithësisht në media. Ne të themi qeverisje. Ju lutem, që të jemi nuk ka folur Gjekmarka e koma. Të cilat nuk kanë të bëjnë thjesht me një individ që ka marrë një medalje apo jo, por kanë të bëjnë me qëndrimin kritik ndaj të shkuarës. Po dhe është shumë e rëndësishme në moment që po flasim. Gjekmarka do më lejosh ta dëgjojmë Ramën dhe ta marrësh fjalën më një herë, atëherë për gjithë teleshikuesit që nuk kanë pasur mundësi ta ndjekin sot pasdite Ramën drejt për drejt duke folur nga Shkodra, për çfarë po flasim. Kryeministri Rama është, le ta themi kështu, dorëhequr nga është distancuar, ka kërkuar ndjesë më shumë se kaq për faktin që është dekoruar në listën e veteranëve të kategorisë parë edhe ish torturuesi i Atë Zefplumit. Ndiqeni çfarë ka thënë vetë ai. Unë e kam përjetuar me trishtim befasin e lajmit se në 70 vjetorin e çlirimit vendit tonë, Ministria e Mbrojtjes pas ke dekoruar ndër tjerë torturusin e dy shpirtrave të bukur të rezistencës antikomuniste shqiptare, Padër Zefplumit dhe Samir Epishtin. Kam sot detyrimin t'i kërkoj të falur, është brenda ndjesa dhe për çdo tjetër që ka kaluar në duart e torturusit famkeq, edhe pse krejt pa dashje, edhe ne, qeveria jonë, jemi bërë pjesë e një historie shumë të zymt, ku ndër vite janë përfshirë lloj-lloj. Hileqarësh, hipokritësh dhe koktrashësh. Medalit e dhëna për 7 vjetorin, ku fatkeqësisht është edhe kjo medalje, s'kan asnjë lloj motivimi politik në emër të etërve në thonjza, siç thot ai, dhe nuk janë as gjikudi në një formë rehabilitimi për këtë personazh apo për çdo tjetër. Ne kemi nisur me urgjencë punën për të propozuar ndryshimet për përkatëse të ligjit. Gjekmarka. Mendoj që live fjalimin kur foli kryeministri, mendoj që ndjesa është një akt qytetar, një akt civil, i mirëpritur. Fjalimi ka disa nivele, do të ka një nivel, një retorik e lakmueshme, retorika e kërkimit faljes. Është pjesa tjetër që është realiteti që jetojmë, nuk më duket ka që thjesht. Në 2 vjet kemi parë shumë akte të kësaj qeverie që tregojnë për një lloj nostalgjie ose një lloj sponsorizimi, le të themi, sa nostalgjie për të kaluarën. Nuk janë rastore, kemi parë pionierët nëpërmet, janë shfaqur portretet e Enver Hoxhës, kemi parë në rastin e kryetarit bashkisë në Pezë, tani erdhi kjo e dekorimeve. Unë përsëri jam nga ata që e përgëzoj kryeministrin që kërkoi falje dhe gjeti forcë kërkoi falje për këtë akt, por më duket paksa një fjalim hipokrit në thelbin e vet, ishte një fjalim që kishte shumë doza urrejtjeje, kishte disa pasaktësi, le të themi duke munduar ta kaloj problemin tek paraardhësit e tij, tek e shkuara. Dhe ka disa gjëra që kur Nexhmia Hoxha dhe të tjerë me sa diun në vitin 1997 kanë qenë në burg për genocid dhe nuk kanë qenë në liri. Ishte në 97 ajo që ndolli, që rehabilitoi. Nuk është që pa fajshme, sa thos Zoti Evangjeli. Nuk mendoj që është kaq e pa fajshme, mendoj që është bërë me vendim qeverie, me vendim Këshillit të Ministrave. Faj për fajt e të gjithë. Ktu duhet të ketë një ndëshkim për këtë, do të thënë bëri aktin e faljes, do të bëj edhe aktin e ndëshkimit, mendoj që s'pak ministri Koleli duhet ishte dorëhequr ashtu që kërkoi Samir Epishti. Edhe një detaj, domethënë se shiko,
Flasim Falja do kish vlerë të nesme ose të pasnesme. Pas gjithë këtij reaksioni, pas gjithë reagimit të fortë nga të gjitha anët e Shqipërisë, edhe majtas, djathtas në qendër, në diaspor, erdhi dhe reagimi dhe u bë kjo shtjellë e madhe dhe erdhi edhe falja një muaj më vonë. Është një falje ta quajmë hipokrite, është shumë vonë. Mirë nuk është ditur në aulat e qeverisë për një vit. Se pas kanë qenë ata njerëz dhe këshilltarët, nuk e ka ditur ministrja, pastaj kishte ta dinte edhe kryeministri, po pas një muaj, Lorenz, 30 ditë janë të mjaftueshme. 11 vjet. A u bë zhurmë që ditën e parë, Lorenz, apo nuk u bë tani? U bë zhurmë. Menjëherë reagimi ka qenë menjëhershëm për këtë dekurime. Dhe pse u desh të pritej Shkodra 30 e ca ditë më vonë? Këtë nuk e kuptoj. Faljen shumë mirë që e ka, po më duket ndjes e vonuar dhe sa për të kaluar radhën kam përshtypjen. Një ndjes e vjerë. Nuk është thjesht për kaluar radhën, por është nën sytë të opinionit publik dhe nën presionin publik. Se ta themi këtë, është botuar nga një media. Kjo do ishte kaluar nën rrogon edhe kjo poshtërsi, si poshtërsi të tjera. Tani, unë kam vetëm një pyetje. A është ndjes përballë ndërgjegjes së vet? Apo është ndjes përballë reagimit publikut? Këtë nuk duhet i përgjigjen, po falë këtë pyetje të varur. Në fakt duhet ka shumë parafabrikate në gjykimin tonë në këtë histori. Batuta ka Basha dhe Minjar Në fakt duhet lavdëruar kolegu Tedi Blushi që e futi gjithë këtë histori debati në Shqipëri, por pavarësisht nuk jam dakord me ju kur thoni se kjo qeverisje ka reminiscencat të së kaluarës. Të gjitha ata mbështetës që mund dalin në jo festa e Pezës, jo përmejtje etj, i kemi parë dhe janë organizme të tyre. Disa ministra kanë ndëruar monumente dëshmorë kur ka qenë portreti i Enver Hoxhës. Edi Rama si kryeministri i Shqipërisë në vend demokratik, duhet i kërkonte menjëherë ndërheqjen dhe ta shkarkonte atë ministër që përulet para diktatorit para Tiranës së Shqipërisë. Nuk e ka bërë. Edhe një herë shumë. Se ka bërë zonjë. Sepse është cilësuar si Tiranë nga gjithë Evropa. Nuk është parafabrikat Lorenz. Gjykimi me parafabrikate. Ti më çfarë gjykon? Me sprutco dëmton të vërtetën. Në qoftë se ka një njeri i cili do të gjykohej më së paku për nostalgji për të shkuarën është Edi Rama. Kjo listë veteranësh mirë apo keq është firmosur. Edi Rama ka 2 qëndrime për luftën nacionale shqiptare, Lorenz. Sot akuzoi të dëgjova gjatë. Nuk është debati tani, nuk është ky thelbi i debatit. Sot Edi Rama foli për luftën dhe akuzoi për arsin e tij për qëndrimin e luftës. Ndërkohë që ky ka 2 qëndrime, ka një qëndrim te libri Refleksionet ku hell balt e që një luftë civile, një luftë vllavrasëse, s'len gjepa kanë për luftën nacionale shqiptare, dhe sot që mban qëndrimin e veteranëve për luftën. Këto janë 2 qëndrime. Çfarë do të thënë kjo? Se është hipokrit në raport me luftën. Ky është evolucion quhet. Jo, nuk është evolucion fare, kjo është hipokrizi, dhe hipokrizi që vjen nga presioni nga frika e opinionit publik. Një hipokrizi e cila, po pse duhet një gjë kur kam një 100 herë, e di çfarë mendon. Atëherë. Po të më dëgjosh deri në fund do kuptosh që gjithë ka shumë pak arsye për të tundur ashtu. Në qoftë se do të flitej për nostalgji për të shkuarën, Edi Rama do të ishte i fundit që do ta meritonte këtë titull. Për ironi të fatit. Po pse është fati Lorenz vetëm këtij? Pse Fatosnanas nuk është fati këto nostalgji të kaluarës? Në këtë pikë, Aleksandr Meksi është autori i kësaj liste. Themi njeriu që ka firmosur, po që s'ka pasur asnjë lidhje me komunizmin. Dhe në qoftë se don një projekcion të djeshmes me të sotmen, po ju them, në qoftë se do vazhdonte komunizmi më gjatë, edhe Aleksandr Meksi, një nga njerëzit e rrallë të këtij vendi. Veteranët e kategorisë A dhe sektoranë janë dy gjëra të ndryshme më Historia nuk bëhet ndoshta ose lutem. Nuk bëhet historia me ndoshta ose sikur. Jo të gjithë bashkë nuk ndoshta sikur mundet. Keni ndonjë problem me shisën e të dëgjuarit? Jo fare, dëgjoj mirë. Atëherë do të tentoj të ta them edhe një herë. Që do të thotë. Lorenz, janë dy kategori, të lutem. Edhe Aleksandr Meksi, një nga kryeministrat. Çfarë si ka Aleksandr Meksi para 22 vjetësh? Edhe Edi Rama do të ishin në burg në atë sistem po të vazhdonte. Ndërkohë që ai njeriu që na hiqet se atë komunist dhe ju që merrni për Floris do gjë që ndrit. Mos i konfondoj gjërat me dashje. Lorenz, do të ishte antari i byros politike ose së paku. Emër sa ju. Tani ku jemi duke shkuar te fajin e ka Meksi? Ore një minutë. Lorenz, te fajin e ka Meksi po shkoj. Në kaq ke nominuar, ne kemi që Meksi ke folur për Flori. Ke tundëm si Tunxhë ose si Flori këtu. Po tundi një flamur i cili nuk ekziston. Flamuri nostalgjisë më së paku ekziston. Por ato janë shenja janë dukur çfarë Lorenz nuk ekziston. A mund të jap një argument?
Ore janë shenja të qarta, zotri. Me ekstremiste që dalin me kryqin Lore, nuk ekziston, nuk ka nostalgji. Se ju shfaqin ti gjitha. Ka dashuri për këtë gjë. Të lutem, nuk ekziston, nuk ka nostalgji. Të mbaroj, Vangeli, do ju jap fjalën, e di që është një temë shumë sensitive pikërisht për këtë. A mund ndaj diçka të shumë Pjesën e parë do flasim. nuk është e shkuara, jo e shkuara. Më ngjan se po ngatrohemi me një gjë që është më e thjeshtë se Lela? Me dashje besoj, duket njohur si inteligjent, e di që me dashje po i konfondon dy gjëra, që është tjetër gjë lista e veteranëve të kategorisë A dhe tjetër gjë dekorimi i kësaj liste. Janë dy gjëra të ndryshme. Ajo listë mund të rri aty dhe mund të shpërblehet, se ndoshta ata njerëz duhet të kenë luftuar dhe etj. Po dekorata pastaj. Po mirë, nuk e dinë për torturuesin e atë zefllumit, po për Vito Kapon, duhet ta ke, besoj se emri Vito Kapos duhet të ketë qenë emri i njohur për kujtimi. Ora unë nuk po them që kanë bërë mirë. Për Jehona. Unë nuk po të them që kanë bërë mirë. Me gjykojmë maksa simbolike. Apo jo, Vito Kapos, nëse çoku nuk ishte. Njëra palë është fajtore, pala tjetër është e kulluar. Janë të dy palet fajtore, po kapakun me naivitet. Kapakun këtij fajt të vjetër ja vuri ose ja hoqi kjo palë që është tani dhe ne këtë po diskutojmë. Kjo për cilin po diskutojmë ka ndodhur tani, Lorenz, jo qoftë për shkak të paddijenis, qoftë për shkak të përtatësisë së tyre. Lorenz, kush i dekoroi këta njerëz? Prandaj nuk jemi kthyer të shkuar. Kolegi dashur, kush i dekoroi këta njerëz? Kush nuk është dekorat më edhe një herë. Po qoftë medalje, flasim për medalje, diçka, nuk e di, një kuror ulliri në vend. Por qoftë një buqet me lule për këtë çështje. Janë dy gjëra krejt të ndryshme më. Kjo medalje tregon që këta njerëz kanë marrë pjesë në një eveniment të caktuar. Tani qëndrimi është pak më filozofik se kaq. Ata që kanë marrë pjesë në atë betejë dhe nesërmi e tyre ishte Ester, ju kthyen drurit edhe hurrit. Ishin vrasës e torturues. Medalje më njohje. Çfarë qëndrimi do mbajnë ndaj këtyre njerëzve? Dhe çfarë qëndrimi do mbajnë ndaj sistemit të shkuarës në përgjithësi? Bashkëvuajtës dhe bashkëfajtoru tha në 91 një fjali e jashtëzakonshme. Unë s'kam dyshim se qëndrim duhet mbajtur nga një torturuesi. Të thash edhe një herë, edhe në pas qenë dishepull, jo më një partizan. Zyrtarisht, po të them. Zoti Evangeli, shiko. Shteti shqiptar nuk e ka edhe ndjekës si Krishtë e Muhamedit në pas qenë, unë e di se qëndrim duhet mbajtur nga një torturuesi, jo më një partizan me yll dhe me pushk. Shteti shqiptar, po të them, të përfaqësuar nga e majta dhe nga e djatha së bashku, vazhdon të jetë në këtë dilemë. Kjo është gjë më tragjikomike në datë shmedit. Shiko, personalisht unë s'kam qenë kur dakord me tezën bashkëvuajtës dhe bashkëfajtor. Po tjetër histori më tani. Nuk e quaj një tezë realiste sepse nuk kanë qenë gjithë bashkëvuajtës dhe bashkëfajtor. Nuk mund ishte njësoj Arani Qela me Zefllumin, Samir e Pishti me Haznedarin, Zyluftar Amizi me Dom Simon Jubanin. Nuk ka pasur këtë kuptim kur është... Jo, s'ka rëndësi, kjo është thënë për të zbutur, por nuk i ka qëndru kur realitetit si tezë në Shqipëri. Nuk... Përkundër, si ka qenë një tapë për të mbyllur kutinë e Pandorës. Do të një zgjidhje politike, një formulë politike. Atëherë ja po të them diçka tjetër, meqense po thua. Një nga autorët më të jashtëzakonshëm që u kam lexuar në Adam Miçnikun do më thosh? Jo, jam lokalist. Jam lokalist se kaq, nuk e kam cituar kur atë. Atë Zefllumin. Ke rënë për të se më tregue. Kam lexuar gjëra të jashtëzakonshme. Për shembull kam parë, kam lexuar, po më shkojnë sërish. Tregon mua Zefllumin që kam parë fis. Kam doktoruar me tetë, mos pa thuaj bursa hipokrizi. Mënyra se si u thuaj, kupton. Ti do ta përdorësh Zefllumin. Unë do ta shes si mall në këtë studio Zefllumin o burri llot. Se s'ka marrë për ta shitur. Nuk është yti, më është imi. Është yni. Tani po të them, kam parë njerëz për atë bashkëvuajtës e bashkëfajtor, të cilët kanë qenë në krah të presidentit të Republikës, për të cilët ky njeri i jashtëzakonshëm ka shkruar se si priftrin katolik kanë dashur ta vrasin burg. S'është vërtet. A e kupton? Nuk ka asnjë gjë të vërtetë. Kjo është analizë që nuk i duhet i debati. Një gënjeshtër e pastër të sfidoi publikisht që Zefllumi të ketë shkruar që priftrin politik, priftrin katolik ke dashur me vrasë Zefllumin. Nuk të sfidoi publikisht nxirrë nesër. Është gënjeshtër e pastër. Atë Zefllumi. E di çaftumër burr, e kupton çaftum. Atë Zefllumi. Priftrin katolik do vishte Zefllumin. Me disa priftrin të tjerë kanë dashur të vrasin. Këtë vrasin. Dikë të cilin unë e kam parë në demokracinë, në krah të djathtë të një presidenti i Republikës. Jo të vrasin. E kupton? Kur të vrasin?
Sepse s'ishte morali ti, kredoja ti, nuk vrisim kur njeri. E kuptoj që do të thoshti. Ai mund të denoncu njeri, mund të shumë e vërtet ajo, por jo të vrasim. Ti thuçi. Pikërisht, po jo të vrasim. Ai tjetri mbas se ka dashur të vrasë këta. Ai kupton metaforën. Kjo është e jashtëzakonshme. Ora zoti ti po i bën lamsh. Ai tjetri ka dashur të vrasë mbas se këta, po jo zot kumi për Shqipërinë Katolik. Ai ka dashur. Kjo është gjë tjetër. Po ti po thoni një gjë tjetër deri tani. Ti po thoni gjë tjetër deri tani zoti. Dhe priftrin bëhen bashkë, ore kupton ti shqip apo jo? Dhe priftrin bëhen bashkë. Ore ti më shpjegon më shqipen. Ja pra këtë po të them. Tash profesorja mund të jeti u burrëllet. Çfarë më shpjegon ti më shqipen? Unë jap mësim, kështu që le atë punë tash. Mos i vi ka shpellë ti dërgosh më shqipen. Dakor, çinge profesor, më lek. Nuk e di që ti je profesor. Po të flas për një të shkruar. Dërgon më shqip, dërgon zë punë. Ti po e manipulon. Ky është sensibiliteti që sjell në këtë studio. Nuk tregohet për gjysmë, se është gënjeshtër. E vërteta tregohet e plot. Po çao bo. Tema e të vërtetës së diktaturës. Një e vërtet që me sa duket ka këmbështrime akoma. Ti e thaj një herë tjetër, e the ndryshe, pastaj arritëm në konsensus. Dëgjoj herën e dytë, dëgjoj herën. Dhe do kuptosh që problemi yt është që nuk dëgjon deri në fund. Po të dëgjosh deri në fund, atë do ta kuptosh. Nuk është debat personal. Unë do t'rregova një nga faqet më dramatike të shkruar në shqip. Atëherë, do të kalojmë, kalojmë një javë publicitare sa të qetësohet situata dhe rikthehemi përsëri. Prandaj Rikthehemi në studio të nderuar teleshikues, vazhdoi debati edhe në gjatë hapësirës tonë publicitare. Gjekmarka, jemi në transmetim tashmë. Diçka interesante gjatë asaj, u kuptua që e kishte një lloj keq kuptimi. Thej pak gabim Lorenz. Absolutisht. Ju lutem marrëm dakord që nuk do të rikthehemi më këtij argumenti. Do ta shohim nesër i transmetimin dhe nëse ke drejtë të kërkoj falje. Për faljen, lutem Gjekmarka. Folëm për faljen që kërkoi kryeministri pikërisht ndaj të afërmve të Atë Zeplumbit dhe gjithë të lënduarve të tjerë për dekorimet që janë bërë dekorimet e gabuara dhe pse padashe si shta kryeministri. Në fakt nuk është tërheqja e parë që kryeministri bën nga disa nisma, nga disa reforma, duket sikur reforma e taksave po fillon e po zbutet, ka një ide për ndryshim, kështu filloi dhe ligji për universitetin edhe ai u latua gjatë rrugës, ligji për mediat, për shpifjen u tërhoq tërësisht për të rregulluar edhe ai në pjesë të madhe sa i takon medias. Pra aty opinioni publik ka reaguar, është parë edhe një reflektim nga ana e qeverisë, sa e drejtë dhe mirë është kjo. Tregon që qeveria ndoshta nuk ka punuar mjaftueshëm me grupet e interesit. Por le të flasim tashmë për bilancet e qeverisë Rama dhe kostot e reformave. Të flasim pikërisht për çfarë i kanë nxjerrë këto grupet e interesit në rrugë. Janë 2 minuta, në 2 minuta një material i Taulanta Bojës dhe Riolind Luzit që na sjell gjithë panoramë të grupeve të interesit që kanë dalë në protestë në një mënyrë ose në një tjetër, në rrugë apo në dyert e komisioneve parlamentare. Disa aksione dhe reforma të qeverisë kanë shkaktuar reagime të forta kundër. Kryeministri Edi Rama pak kohë më parë u qellua me vezë nga studentë të cilët kundërshtojnë reformën në universitete. Akti i shokëve dhe i shoqeve tona ishte shumë i drejtë dhe mos i pranueshëm për logjikën demokratike të vendit. Ishte për ndjekurit politik protestuan para parlamentit kundër dekorimit të ish-punonjësve të sigurimit të shtetit. Pushteti është kriminal, pushteti është i krimbur, pushteti është i korruptuar. Ndryshimet në ligjin e pronave janë cilësuar antikushtetuese nga ish-pronarët dhe opozita. Më ju thonë shok si jena. Më ju thonë zot një disa për jush nuk janë zot. Ta pranojmë. Kjo është një ligj vrasës. Asnjë vend botë nuk e ka këtë ligj. Tregtarët dolën në protestë kundër shtrëngesave ligjore që solli aksioni anti-informalitet. Ne duam rregull, por jo vetvrasje, se ky ligj është një vetvrasje. Projekt buxheti 2016 dhe paketa fiskale që shoqëron ka ngritur kundër grupet e interesit. Si do nxjisni ju nxitjen e prodhimit vendas? Kështu dekorajoni pra investimet e huaja, nuk i nxjisni. Pasojat janë të paimagjinueshme. Bojkot të gjithë gjyqeve në qoftë se do të ketë ndryshime në ligj. Opozita gjithashtu po proteston kundër buxhetit 2016 dhe ka kërkuar t'i bashkohen të gjithë pakënaqurit. Një buxhet konfirmimit katastrofës kombëtare. Ne
do përpiqemi ta ndalojmë me çdo kusht, brenda në parlament me deputetët tanë dhe jashtë me gjithë qytetarët shqiptarë. Opozita thot se protestat nuk do të ndalen deri në largimin e qeverisë, por kryeministri Rama deklaron se ka marrë përsipër koston e reformave. Reformat tona nuk përcaktojnë zgjedhje ardhshme, përcaktojnë fatin e gjeneratës tjetër. Doa të filloj me Tunile Basha. Ma janë të gjithë kundër Edi Ramës? Me sa pam nga kronika, duken sikur gjithë janë kundër Edi Ramës, madje edhe ata të cilët ndoshta në 2013 kanë punuar që Edi Rama të vinë pushtet, sidomos flas për biznesin në rastin konkret. Por ajo që unë mendoj dhe kam perceptimin nga gjithë ajo që po ndodh paktën këto 2 vjet e gjysmë, është sikur Rama kërkon të krijojë një shtresëzim ndoshta ekstrem të shoqërisë shqiptare. Pra të krijojë këtë klasën e biznesmenëve shumë të pasur, por biznesmenë të rinj. Pra nuk janë në xhiro dhe në loj ata që kanë qenë, dhe që i kemi parë këto... Pra klasën e ti të biznesmenëve. Rëndom në këto 20 vjet, apo 25 vjet, shtresën e mesme, dhe sigurisht ata më të varfërit dhe raportime ne kemi pasur shumë të ngjarjeve ekstreme që na vinë nga qytetet dhe rrethet ndryshme, aq sa një ndër masat më të fundit që do të marrë qeveria është heqja e ndihmës ekonomike apo familjet nga ndihma ekonomike, qoftë edhe ata që kanë një televizor në shtëpi me ngjyra, që ishte më ekstremi në gjithë të histori. Pra, në këtë kontekst, domethënë duke u krijuar ky lloj shtrezimi i madh, padyshim që do të ketë edhe një revolt më të madhe nga të gjitha shtresat. Dhe po të dalim sot te biznesi, pavarësisht kësaj që thuhet reforma e tatimeve, do të shohim arbitraritet, pra në shumë raste, dhe pjesa më e madhe e denoncimeve që na vijnë edhe nga rrethet kanë ndodhur dhe vazhdojnë, pavarësisht se shitet si reformë e madhe dhe kamerat, televizionet shkojnë atje ku do shkoj drejtoresha e tatimeve apo ministri i financave apo kryeministri, por nga ana tjetër në rreth vazhdon e glon historia e njëjtë e tranzicionit shqiptar të 25 viteve. Pra, edhe kjo ka sjell koston e vet negative, përveç se ka bukosur në të themi në përgjithësi biznesin në këtë vend. E për më tepër ka shumë biznesmen, ne pam zotin Brega si që janë kohë, për paketin fiskale, por ne shohim në këto 2 vite biznesin ndërtimit nuk është në lulëzim, lejet e ndërtimit janë ndërprerë për të gjithë, dhe të mendosh që nga ky lloj biznesi ka të paktën 250 biznese të tjera, të cilat vazhdojnë pra dhe ushqehen në këtë lloj. Pra ka një lloj, edhe nga statistikat e Instatit, ka një lloj paralize të ekonomisë. Ky është një shqetësim që nuk vjen më vetëm nga grupet e interesit, është një shqetësim që ne e dëgjojmë si në komisionet parlamentare, e dëgjojmë, pra nuk e dëgjojmë vetëm në rrugë, pra ata njerëzit që protestojnë, por e dëgjojmë si të intelektualët, të biznesmenët, tek ata të cilët mund të influencojnë për vendimarrja. A është kjo e drejtë, a është kjo e gabuar, a është kjo pjesa in extremis që po bën qeveria, a do t'ja dali dot deri në fund? Faktet po tregojnë që njerëzit janë gjithmonë më tepër të rebeluar ndaj asaj. Pra, ne nuk është se po bëjmë gjoja, nuk janë të gjithë kundër Ramës. Ndoshta është Rama kundër vetes apo jo? Okej, një pyetje mirë dhe mund ta shtrojmë edhe për diskutojmë edhe këtë çështje. Do të ishte më mirë të kërkonte falje popullit, thot një qytetar që na shkruan në faqen tonë Facebook-ut e Eni Vasili së hapur, vazhdoni na shkruani, që nuk arriti të ulte çmimin e naftës, të na jepte shëndetësi falas, legalizim e falas, të bënte burg për politikanë të korruptuar, por në vend të tyre futi në burg fshatarët e varfër. Ky është një qytetar që na shkruan. Unë kam përshtypjen që ka një oreks të zotit Rama dhe të ekipit të tij për të prodhuar gjëra, për të fshehur pikërisht ato që qytetari thot, për të fshehur këto gjërat e po themi ekonominë e përditshme e tjera. Ka një tendencë për të prodhuar kontroversialitet, kundërthënie, lajm pas lajmi, lajme që të kenë sa më shumë ngjyra, bunker këtu, bunker atje. Gjëra që, si më thënë, ta tërheqin, dhe kjo është e njohur në komunikim, tentativa për ta tërhequr vëmendjen nga ngjarjet reale. Sa i takon asaj se a janë të gjithë kundër Ramës, pyetja ndoshta mund të kthehej komplet kokë poshtë dhe të bëj, a mos është Rama kundër të gjithëve, është vetëm një hipotezë, nuk është se as nuk mund ta argumentoj, por unë mund të them ato që kam vënë re unë, janë ca shtresa. Po pse do ishte Rama kundër të gjithëve? Hajde analizojmë, nuk jam kundër idesë tënde, po. Pse është kundër biznesit, për shembull? Do futesh në një emision edhe të shpjegonim natyrën psikologjike të
psikopatologjike të pushtetit dhe të pushtetarëve. Nuk është kjo tema dhe unë nuk e kam kapacitetin, mund ta përmend, por nuk mund ta argumentoj deri në fund. është gjëja normale që anormale do të ishte e kundërta. Nëse një kryeminist do të kishte më lërm të mbaroj se unë ndërpreva e hodha thashë nuk mundem të argumentoj. Tani do të argumentosh ti. Do të ishin aleat kryeministrit. Jo, absolutisht jo, por me këtë lloj jemi debat kjo lloj magnitude edhe krijojnë një marrëdhënie me njëri tjetrin, kjo lloj magnitude e kundërshtive është me thënë drejtën si flet rriosh flet mirë, po flet edhe për ne, s'ta le hapësirë. Për gjysmën për ju, po nuk ju bëj dot juve të mendoni si. E shikon çfarë do të thotë kështu? Për vetëm 2 vite qeverisje të një majorancë që ka ardhur në pushtet me një bollok, me një shumësi votash të konsiderueshme, kjo magnitud kundërshtimi është pak si shumë, më duket mua. Tani unë dalloj disa shtresa të kundërshtimeve ose të disidencës, dhe unë e kuptoj që grupet e interesit kanë dhe interesat e tyre dhe sigurisht nga njëherë mund t'jenë edhe në hush po themi të interesit publik, se një grup interesi dhe një interes publik i përgjithshëm jo gjithmonë përputhen dhe s'kan pse, por ka pasur një kundërshtues të zëshëm dhe të përhershëm të politikave ekonomike dhe fiskale të zotit Rama, që është dhoma amerikane e tregtisë. Dhe unë ata i marr si palë të tretë. Apo jo, unë nuk shoh ndonjë interes të tyrin, po themi, ad hoc, që të them që ama se ata ka një hile dhe tek qëndrimi i tyre. Për mua qëndrimi i dhomës amerikane të tregtisë i vazhdueshëm në një linjë, kujdes me taksat, kujdes me politikat fiskale, kujdes me politikat ekonomike, më thot diçka dhe ka vazhduar që ka filluar që pak pasi Rama me tit erdhe në pushtet dhe vazhdon dhe ka vazhduar dhe vazhdon edhe sfundi. Kjo tregon për një jo drejtim të duhur, po drejtim të gabuar, më duket mua. Për të mos folur se edhe në radhët e smajtës ka disidencë. Edhe nuk po them vetëm zoti Blushi, janë edhe personazhe të tjera, ato komisionet parlamentare kur mblidhen, qoftë ekonomisë, qoftë komisionet të tjera, që nga Erion Braçe, e Pandeli Majko e me radhë. E kanë atë disidencën, shkojnë deri në një farë pike, por për të ruajtur një lloj uniteti, janë se uniteti dhe pushteti tërhiqen kur vjen puna tek finali. Gjitha këto janë shenja dhe ti mbledhim ta shenja dhe bëhet kjo që a janë gjithë kundër Ramës. Kompania e vetme për punimin të naftës në Shqipëri Armo u mbyll. Janë 1500 naftatar pa buk që dolën në rrugë. Filiali i kësaj kompanie në Fier, pra rafineria e Fierit punon në të zezë, nuk u paguajnë sigurimet, pagat i marrin në dorë dhe jo në sistem bankar. Pse a është kjo reforma? Jemi duke u përgatitur për protestë, por pas PD-s, pasi nuk duam ta politizojmë. Janë qytetarë që na shkruajnë në faqen tonë të Facebookut dhe një Vasili Sudeaku vazhdoni dhe na shkruajnë nderuar teleshikues do vazhdojmë të lexojmë komentet tuaja. Fjala më e keq përdorur në Shqipëri është fjala reformë dhe fjala integrim. Kam parasysh me çdash për arsye punët që fletoi para pak ditësh një libër me difrashit probleme shqiptare dhe mendoj që në 43-shin ai shkruante që shqiptarët kanë shumë alergji nga fjala reformë, se është abuzuar gjithmonë gjatë viteve me fjalën reformë, kur ishim në fillimet e reformave. Edhe kryeministri ka patur inflacion të madh me fjalën reforme, ka përdorur kudo, ka tentuar të bëjë reforma, nuk ngjajnë si reforma. Nuk kam përshtypjen që vendi po merr reformën e një rrumpalle, po të përdorim një term që përdoret ai kur ishte kryetar bashkie. Do të thënë duket sikur po merr një vrap i lirë, nuk dihet në ç'drejtim drejtim po shkon, qoftë ekonomia, qoftë rendi publik, në përgjithësi qoftë marrëdhëniet e brendshme që kanë si koalicion, madje plakat e Shqipërisë shohin filxhan, kam përshtypjen si do shkojë martesa, Rama Meta do jetë pjellore, do ketë fëmijë, do deshtoj. Edhe në një farë mënyrë vendi është mbrëtyer në të ngersh në këtë teatr politik dhe gjithë shohin se çfarë do të ndodhë ndërmjet tyre. Bravo qoftë, ja kanë dalë që ta mbajnë shoqërinë të elektrizuar rreth këtij problemi, rreth kësaj marrëdhënie ndërmjet tyre dhe në mënyrë që mos të spostohen njerëzit dhe të gjykojnë se çfarë ndodh rreth tyre. Por me duke një llogari jo shumë e saktë, protesta para pak ditësh tregoi që përtek këtij teatri ka një Shqipëri që zihen, ka një Shqipëri që ka pakënaqësi, jo thjesht militantët dhe mbështetësit e opozitës, të cilët kuptohet me një bilbil Basha dhe Berisha mund të nxjerrin në shesh, por kam përshtypjen që shumë njerëz, të cilët janë të pakënaqur nga çka ndodh në Shqipëri, tregtar,
profesionist, njerëz që punojnë në shtet, njerëz që kanë lënë punën në shtet, kanë dalë dhe kanë protestuar për një gjendje që është dramatike, sepse shohin që qeveria shqiptare ka gënjur në përgjithësi në gjitha premtimet që kanë aty në fushatën elektorale. Pra, janë të gjithë kundër Edi Ramës me të drejtë, thoni juve? Apo është Edi Rama kundër të gjithë dhe se u bërë dhe kjo tesë? Unë nuk mendoj që Edi Rama nuk e do vendin e tij dhe nuk do të ketë sukses. Po çfarë ndodh atëherë? Ndodh që ka dështuar. Kjo është shumë e thjeshtë, ka dështuar për mediokritet, për njerëz që kanë mbledhur rreth vetes, për pamundësi, nuk ka patur një projekt kur ka ardhur në pushtet real, thjesht ka pas një paketë që ka hedhur kështu, do të thënë si shashk për bindur ose mashtruar njerëzit, nuk e di për të marrë votat, ja u ka marrë, por rezultoi që nuk ka një projekt në qeverisje. Vangjeli? Presa komon. Vazhdoj. Jo, dakor. Ke pas sjellje ekselente, ke dëgjuar durim. Pres akoma me durim. Tani vazhdo. Tani s'do të ndërpres. Do merrni dekorata për të paqe që sapo vendoset. Jeni veteran të kategorisë A të paqes në këtë emision. Kush do na jap në dekoratën Lorenzo? Vangjeli, ju lutem. Kjo puna e dekoratës është sepse në një mënyrë ose në tjetër edhe në këto tavolina janë bërë shumë beteja. Ka ca që i kanë bërë betejat shumë kohë më përpara, ka ca që jo për faj tyre. Kanë ardhur më pas, ka ca që dhe për merit të tyre i kanë fituar dhe kur kanë qenë Unë jam ata që kanë ardhur më pas një torturë. Dhe ka nga ata të cilët kanë vazhduar të jenë në betejë thjesht për ide. Unë betejës kam qëllim vetë. Çështën e betejës e kam ku beteja bezë rrugën e kam përballë. Gjek Marka, ju lutem. Mos më thuaj që kjo qeveri do t'ja nisë reformës së ideve gjithashtu. Ju lutem. Janë ke medalje, se shoh që aty e ke freudiane këtë, ai fjalimi i kryeministit zotëri falja dhe urrejtja nuk shkojnë bashkë. Ai kishte kaq shumë urrejtje një fjalim falje, sa është vërtet paradoksi retorikës jashtëzakonshëm. Po pse na rikthej prapë? Po Lorenzo thotë që medalje. Po jo. Atëherë, okay. Do të kalojmë në një material rreth disa opinioneve të opinionbërësve shqiptar rreth qeverisjes dhe reformave të Edi Ramës. Serigjia. Ishte thellë, ishte kështu. Klasa politike shqiptare është një bandë e korruptuar që i ka bërë dëme të jashtëzakonshme vendit. Edhe Edi Rama në këtë histori është problemi, jo zgjidhja. Nuk është më i madh ndër problemet për ata që janë të interesuar ta bëjnë këtë diskutim, por nuk është zgjidhja. Nuk kam pasur asnjë iluzion se mund të ishte zgjidhja, por nuk kam asnjë brerje ndërgjegjeje që e kanë votuar aleancën e tij të qelbësirave. Nëse ka diçka që vërtet ka ndryshuar me ardhin e Edi Ramës në pushtet, ajo është rilindja e një lloji të ri grabitjeje. Ati përmes koncesioneve. Ato më parë se zbulimi një strategjie të re për shtetin e vogël, janë aplikimi një mënyre të re për të vjedhur. Fiks ashtu si kurse deklamoi një deputet socialist në prag të fushatës elektorale. Ne do të vjedhim ndryshe. Me ndryshimet e sendërtuara në politikën shtetërore, koalicioni i majt, shikuar në përgjithësi, ishte kryesisht i suksesshëm. Edi Rama është detyruar të bëjë reforma më të thella e më të gjithanshme, sepse ka trashëguar një gjendje parashtetërore pothuaj kaotike. Opozita sot po i qetë në shtëpinë e Edi Ramës plot vagona me plot gënjeshtra. E kuptueshme, intelektualët me mendje sipërore si Edi Rama dhe Recep Mejdani në politikën ballkanike, pashmangshëm ngarkohen me gur e kusur. Ndjej përgjegjësi qytetare dhe profesionale që t'ju them se vendi po shkon drejt një kolapsi ekonomik, që mbase ju nuk e kuptoni në oborin e zbukuruar nga obortarët tuaj. Mjaf me koncesione të turpshme kolonialiste që dorëzojnë sovranitetin ton shtetëror dhe kombëtar. Erdhët në pushtet me premtimin për të bërë shtet dhe jo për të shitur atë pjesë-pjesë. Këto ishin disa nga opinionet, sigurisht abstrakte të opinioneve që janë botuar në shtypinë e përditshëm javën e fundit rreth opinionet ndryshme rreth reformave të qeverisë Rama, po. Atëherë, edhe një herë është normale që të gjithë jenë kundër Edi Ramës, jo si individ, por si institucion, si kryeministër. Për arsye në thjesht sepse ai është targeti i të gjithëve, ai është institucioni pra, i cili ndihmon apo pengon zhvillimin e vendit. Pak kohë më parë, gjithashtu Rama, mjaft elokuent, kërkoi ndjesë për diçka në një mënyrë të habitshme dhe në një mënyrë që nuk e kishte bërë askush tjetër përpara tij. E falenderuan
për mbështetjen që kishte dhënë për hapjen e një banke në Shqipëri dhe ai përdori një batut. Shpesh është edhe viktime batutave të tij kryeministri, mund ta themi më pas këtë gjë. Po ai tha një batut, tha që një kryeministër shpesh shahet pa të drejtë, por dhe lëvdohet pa të drejtë. Në këtë rast tha, për bankën në fjalë, unë nuk kam thënë asnjë ndihmëse dhe kam marrë vesh hapjen e saj vetëm në këtë moment të ceremonisë. Por ka një lajm të mirë. Jemi duke rënë në qafra, Jo, them. Fjalia e tij ishte, por ka një lajm të mirë, së paku qeveria nuk e ka penguar një gjë të tillë. Dhe po them, në Shqipëri ky është një lajm i mirë nëse qeveria më së paku nuk bën punë të liga. Kjo është e parë dhe këtu besoj se bijem dakord. Nëse kujtojmë që qeveritë shqiptare, të majta dhe të djatha, janë gjëra bazike. Kemi ecur shumë. Në qofse do të qajmë, kjo është një arsye shumë e madhe, në 25 vjet, edhe po të shtyhemi edhe më tej, sërish kemi akoma më tej për arsye për të qartë, po qeveritë të cilat kanë bërë punë të liga, jo të kanë bërë dëm, po kanë bërë punë mjaft të liga. Tani, si institucion, po them edhe njërë, kryeministri nuk mund të ketë aleat, por do të ketë vetëm kundërshtar në një gjë të tillë, sepse ai është në targetin e të gjithëve. Është fatkeq ky 4 vjeçar për disa arsye. Njëra për shembull duhet parë edhe sepse ekonomia nuk është ajo që duhet të ishte, ajo që prit, ajo që shpresoi, edhe sepse nuk ka shkëlqim as në Italinë e përtej detit, nuk ka aq më pak në Greqinë, të cilat janë, as në Greqinë, fqinje me të cilat Shqipëria ka marrëdhënie. Është shumicë sot për reformat ekonomike që po bën, po ndjen ndryshime. Mirë, po them, nuk mund të ndri ekonomia shqiptare sa kohë që gjithë rajoni është në krizë dhe dy nga partnerët më të mëdhenj tregtar të saj janë problematik. Rama ka armik jashtëzakonisht të madh, pritshmërinë jashtëzakonisht të lartë që ai i afroi publikut shqiptar në 2013. Për fat të mirë, ka armik një mjedis gjithmonë edhe më armiqësor, gjithmonë edhe më kritik, gjithmonë edhe më sfidues ndaj tij. Gjithë ato grupe interesi që përmendët ju, jo që se përfaqësojnë të gjithën, nëse flasin avokatët, jo se gjithë avokatët mendojnë një lloj si ata. Nëse ngrihet një pjesë e biznesit, nuk do të thotë se gjithë biznesi është kundër. Po flasim, se janë ata kush reagon janë edhe grupime, janë të grupuar në shoqatat e tyre. Nuk është se ka zëra personale. Është rritur ndjesia kritike, është rritur ndjesia kritike. Është rritur ndjesia kritike. Ndaj qeverisjes, është rritur pritshmëria ndaj saj. Sot njerëzit janë shumë më pak indiferent se sa dje. Dhe në qoftë se është e rritur kjo mas pa kënaqësie, ajo që është e çuditshme nga ana tjetër është që kjo nuk kanalizohet tek opozita, sepse opozita gjithashtu nuk është një mall i importi ardhur këto ditët e fundit në Shqipëri dhe papritur shikojnë që gjërat po shkojnë keq. Është ajo pjesë e shkakut të kësaj pasojë që ne jetojmë sot. Tani pra fajnë opozita ka e po. Dakor, ata opozitës e quam në opozitë. Shiko, Edi Rama, Lorenzo ka thënë që ne nuk matemi me të kaluarën, nuk matemi me opozitën, standard kemi, matemi me vetveten, me pretendimet tona. As Edi Rama, dhe as unë nuk e kishim fjalën këtu. Shqipëria është lënë. Raporti me premtimet, raporti me të vërtetën dhe reflektimi mbi këtë raport. Po është. Sa i ka bajt premtimet, pse edhe këto premtime shqiptarëve. Ti bërë një ekspoze ekonomike shumë interesante të situatës në rajon. Nuk e dinte Edi Rama dhe stafi ti në 2013 kur bëri gjithë këto premtime për 300.000 vende punë e tjera, e bëri Shqipërinë parajs. Ku e kemi diti, se unë uktoj pak që utonë për Shqipëri. Dino i kanë tjerë që ka hapi Edi Rama në këto 2 vjet, me autostrada, me rruga, me shkolla, me spitala. Janë pyetje retorike apo çfarë? Jo, ja, mbarova. Se unë nuk kam pa, ndoshta unë jam mjop dhe shoh me dashakësi, do të duhet ta shoh vendim në zhvillim. Mbaruat. Unë po të afroj, po thuhet në Shqipë, po të afroj një fotografi të shkuarës. Bravo. Që është lënë ekonomia shqiptare, një lloj si një fush e minuar, dhe jo vetëm ajo. Këta që erdhën, rritën jashtëzakonisht shumë përtej mundësive të tyre edhe pritshmëritë e publikut. Premtuan edhe parajsat. Në dekoratët që Rama nga veteranëve ti po e pra me sonde për punën që ka bë 2 vjet. Ku e shef dekoratë më sapo i shkulla një 2 spaleta, aq modestisht. Edhe me fjalë të tjera,
Po s'gjen dëshpërimtin e këtë vend, e këtë qytet, që është qyteti më i pasur i Shqipërisë, Tirana? Apo thosha krejtësisht të kundërtën e kësaj, rritën për te i mundësive pritshmëritë e publikut. Gabuan. Ajo që thoshte, ajo që të të bëj një krahasim. Po, gabuan. Kur e pyetën një herë. Loren, pse gabuan? Kur e pyetën një herë, ja, do të përgjigjem me kujtesë. Kur e pyetën një herë doktorin, dhe i kujtuan. Cilin doktor, Berishin apo doktorin kështu që viziton? Kur e pyetën edhe një herë doktorin, sepse doktor është edhe emër i përveçëm në këtë rast. Edhe i përgjithshëm. Në vitin 2007, në janar të 2007-ës, mbasi ajo i takua në Pallatin e Brigadave me zotin Fatos Nano, një duar shtrëngim mes dy burrash të cilët kishin kaluar një armiqësi mjaft të gjatë me njëri tjetrin dhe i kujtuan malin e akuzave reciproke që kishin shkëmbyer me njëri tjetrin, dhe kryesisht ishte Berisha që duhet përgjigjej për këtë gjë. Dhe kur i thanë si ka mundësi që jep dorën këtij njeriu të cilin ju e keni quajtur dhe i rreshtuan, pjesë të fjalorit që përdorte doktori si emër i përveçëm ndaj Nanos në atë kohë, ai dha një përgjigje befasuese. Mos i besoni të gjitha sepse ishte fushat elektorale. Më tepër se batut, kjo ishte... Ke model Sali Berishën apo të vërtetën? Kështu dhe Blushi në seancën e parlamentit. E pa besueshme. Lorenz, ti merr Sali Berishën si model kur të duhet dhe e shansë kur të duhet. Ti ke të vërtetën si etalon apo fjalën e Sali Berishës? Me lejen tuaj. Atëherë po thosha sërish krejt të kundërtën e kësaj që thot zotëria. Zoti Berisha e dha këtë gjë si justifikim dhe e dha gabim të njëjtën gjë në fushat elektorale. Po ku të hynë përmtimet e Edi Ramës o burrillëut? Edhe Edi Rama gaboj mor në fushat elektorale, po të them. Nga moment, Lorenz, jam duke pritur që të shkosh dhe mbrapa të mbreti Zog për të shpjeguar atë që po ndodh sot në Shqipëri. Se te Meksi, te zoti Meksi në 92, 94, 96 shkove. Tani u ktheve në 2007 te Berisha, por nuk shpjegohet. Gaboj doktori atëherë në këtë gjë. Gaboj edhe Edi Rama duke ngritur pritshmëri të tilla, jo realiste. Jo realiste. Okej, atëherë në fushat, zoti Vangeli është duke bukim që po na bën Vangeli, se po na bën një kurs tani ne kemi 10 minuta që interpretojmë çfarë po thua ti. Lutem. Basha. Insiston shton pa qartësinë Lorenz. Jo, nuk është aq e rëndësishme se do na e kisha thënë, po isha aq e rëndësishme ose konkludoje. Keni mund të jo stratë pa marrë sa herë më shton pa qartësinë. Pasi dëgjon fundin e fjalës sime bie dakord. Dhe në reklama më thua edhe më falë. Unë jam dakord... Pash të kërkoj falin që se ke drejt, mos gënjeta. Lutem, Gjekmarka, po... Lela. Shiko... Mos abuzo. Në fillim të reformat, unë jam dakord që reforma ka vend për reforma, ka nevojë për reforma, dhe reforma duhen bërë, Lorenz. Jam me ty në këtë që ka shumë ishuj sipas meje, të cilën ishujt po i quajmë të socializmit duke përdorur një term të Thatcherit, të cilën duhet reformuar. Por, unë nuk e kuptoj këtë o hile, o padjeni, o amatorizm, o spekulim, o manipulim, nuk e di mund i vënd cilin emër të doni, të kësaj qeverie, po e kaloj tani, po dal nga emri dhe etiketimi i Zotë Rama dhe po them kjo qeveri, sikur t'ishte nuk e di, qeveria e Rooseveltit, apo qeveria e Churchillit, apo e Thatcherit, apo e Kohlit, për t'i bërë me këtë ekonomi të shëndosh për cilën ram dakord që nuk e kemi, për t'i bërë gjithë këto reforma dhe këtë lëvizjet më dha brenda kjo diçka fshe. O është amatorizëm i madh, o fshe... Dikush duhet i nisi, o është amatorizëm i madh, o fshe diçka të madhe. E para bëhen me radhë, e para bëhen me një plan. Në fillim është plani, pastaj aksioni. Unë ka përshtypjen që këtu nisën në aksion pa patur një plan. Dhe thyrja para reformave, ose para nismave, thyrja disa herë tregon që s'ka patur një plan. Të thyrit mbrapsht. Plani ka qenë dhe ne keni përgjyrë të gjithë, dhe ju keni për komente. Plani ka qenë. Kjo ndjesa vjen me Metsakosto Anila, pasi ke ecur në një rrugë gabuar një vit e gjysmë dhe pastaj thua po bëjmë mbrapsht, jam duke ulur taksat se jo po se presioni, jo se u pendolla.
gabova, jo se e kisha gabim. Ne në 2013 kur ai erdhi si ti se unë, si Lorenzi, ne kemi shkruar për makina e madhe e Republikës dhe Ekonomisë e merr kthesën pak më vështirësi, nuk është Fiat 500 që kthehet dhe e bën rrotullimin aty me herë. Burg për çdo gjë drejtëmore. Jam shumë dakord. Shqetësimi nuk janë reformat në vendi, ka nevojë për reforma, ka nevojë për formalitet, ekonomia, taksat e tjera e tjera. A mund të them reformat që kanë shkaktuar të vdekur, se para se ti kërkoj të paguaj energjinë elektrike, do të japë dinjitet dhe mundësi që ti paguajnë. A mund sigurisht do t'i paguajnë gjithë një. A grën lutem. A mund të them diçka tjetër që edhe një herë reformat nuk janë shqetësimi, edhe nëse ato nuk kanë shkuar si duhet, është gabuar e tjerë. Shqetësimi është se ka korrupsion, ka vjedhje, janë shuma stratosferike dhe fantastike dëmesh që po xhirojnë që ky është shqetësimi, dhe kjo është ajo damka dhe stigma mbi këtë qeveri, më shumë se sa dështimet. Një qeveri dhe mund dështojë, një qeveri mund gabojë, kjo koncesion qeveria e gabimeve... Do të nuk jam dakord me kolegët për këtë pjesë fundit, sepse një lloj plani... Këtu ishim. Një lloj plani, kjo qeveri pa që do vazhdojmë në pjesën e fundit. Në 2013 kjo qeveri u votua për planin që kishte, apo jo, rrugës duheshin parë mënyrat se si do zbatoheshin gjithë të reforma dhe gjithë strategjia. Atëherë, është gabuar me njerëzit. Rama nuk arriti dot që të shkula atë që mendonte gjithmonë sistemin. Pra, është faji i sistemit dhe nuk arriti ta ndryshojë këtë sistem. Është faji i ekipeve që punuan me të për të sjellë më të mirën. Ky është problemi, sepse që reformat duheshin, pavarësisht se ju thoni energjia elektrike, shumë mirë që u mor. Sigurisht, shumë është një masë e domosdoshme. Vete që kanë bërë vetë për ta paguar, do të jap dinjitet qytetarëve që hapësirat publike. Kush po ta kundërshton? Shumë mirë. Kush po ta kundërshton? Po pra, po në momentin që kohë do të mendohet për dinjitetin e qytetarit. Por janë disa. Nuk mund përdor kamxhikun ose taksidarin në mënyrë proporcionume. Prandaj po them, as zgjodhi Rama njerëz të dur në vendin e dur për të bërë reformën e dur, kjo ishte problemi më i madh ndoshta. Patjetër që faturat qeveria Rama Nila filloi me njerëz zakonshëm dhe në mesin e saj duke me njerëz super mediokër, kemi më i butë që mund të përdorë. Dhe kjo duket tashmë edhe nga debatet që janë në kuvend, sidomos për çështjet pse janë krijuar gropat në buxhet e tjerë, janë debatet e ekspertëve dhe specialistëve. Por pjesa e reformave apo masave që kjo qeveri ka pasur, askush nuk mund të thotë Shqipëri që si kanë dashur këto gjëra. Dhe shumë mirë që filluan pavarësisht kostave. Po, faturat dhe energjia elektrike duhet paguar, po, një qeveri që është e majtë dhe vjen si qeveri e majtë dhe ka çfarë janë qeveritë e majta, ka politika sociale në thelbin e tyre. E ka mundësit për ta pasur një listë të pamundurve, se tani kanë këtë vend ca njerëz të pamundur për të paguar. Ka brenda programit të vet. Apo zbaton apo jo, kjo është pjesa që diskutojmë. Se tash nuk mund të themi që etaloni i suksesit, etaloni i suksesit është qeveria e gjatë, e cila në 2013 iku me i vot vetëm për shkak të korrupsionit. Kishte arritur korrupsioni aq galopant në 2013, sa që njerëzit vendosën ndryshe. Sot ne jemi në një realitet për të qartë pse. Ne themi që Rama pas 2 vjet e gjysëm nuk po arrin aty ku ka pasur programin, por e kemi opozit. Do të thënë, edhe atë parti të re antikorrupsion që kërkon i nderuari ambasadori amerikan, do të duhet mos ta shajmë të mungesën e opozitës sikur na shqetëson, se ndoshta na gëzon. Është pasuri vërtet. Do të gëzojmë mungesën e opozitës. Opozita u themelua në shesh para 3-4 ditësh që do të ngrihet. Dhe ne e dim shumë mirë, Fredi. Partia e re do financa, do njerëz, do kontributa, pra singrika. Basha një minutë, se do flasim në pjesën e tretë për këtë partinë e re. Po meqense ishim te energjia, jo gjithë ata duhet i lëmë në një aspekt. Meqense ta fjalën një minutë. Meqense ishim te energjia, po lexoj një mesazh që sapo më erdhi në Facebook nga një teleshikues. Është Zet Pietri quhet, ose të paktën të emër ka adresa e tij. Zonja Ene thotë, lutem nëse ke mundësi që të bësh diçka për një familje në Mirdit e cila është me 5 anëtar, me dhe emrin e kryefamiljarit, ka 10 muaj pa energji. Numri i jon i kontaktit është kaq dhe aq. Në fakt, mesazhet të tilla tek ne gazetarë që na kërkojmë të bëjmë diçka për situata të ngjashme, për problemet e energjisë, varfërisë janë pafund dhe ndoshta nganjëherë gjendemi krejtësisht sporadike nuk mund të jenë
problemi është aja sporadike kur vin për ditë. Nuk mund të jenë përgjithësuese, domethënë se vin për ditë. Po mirë për ditë, po do vjen në gjithë botën shkojnë për ditë. Aty ku paguhet energjia elektrike pritet. Nëse apo ja. Të lënë të lexosh, të lënë të ngrohesh, do të ulin niveli e tensionit, ka shumë ata, nuk e di ku e ke parë këtë, po kapitalizmi nuk talë për këtë familje, por jemi detyruar të themi nuk të lë pa drejta, jemi detyruar të themi kryeministri do që nga Alpet nuk i ka shumë shef. Evangjeli që do të thuaj se kam ndonjë hapësirë publicitare. Ishte shumë e hidhur kjo që sapo bën. E tha. Atëre pak më parë, shfaqin racizëm tek pastër. Atëherë, me qenë se ka hidhur, kalojmë një po bëj ironi me fjalën që kryeministri thon Saran zotri. Kalojmë një hapësirë publicitare dhe rikthehemi më njëherë. Rikthehemi. Në fakt ka qenë një debat i nxehtë edhe gjatë kësaj hapësirë publicitare, po? Po që nxehtë këta janë duke hedhur kunja me njëri tjetrin. Është vërtet në fakt. Sepse ne nuk kemi durim të dëgjojmë edhe njëri tjetrin deri në fund. Fjalia që juve ju bën të qeshur është lutja ime shumë e sinqertë që ta dëgjojmë tjetrin të paktën deri atje ku mbaron fjalinë, sepse mund të bijmë edhe dakord. Mos e ka fajin fjali o burri lëv. Ju lutem Gjek Markaj, të mbaroj Evangjeli. Unë nuk besoj, sepse vazhdoj të shikoj me optimizëm që edhe juve do t'jeni një rast plot shpresë për ta arritur deri në fund të fjalive të njëri tjetrit. Bën mirë që nuk braktis optimizmi. Ju lutem, mos komunikoni me njëri tjetrin sepse për mua po bëhet gjithmonë më vështirë ta moderoj këtë debat midis të dyve. Të lutem mos ju refero Evangjeli Gjekmakaj, kështu që të shpëtojmë nga ky kurth. I referohem. Të lutem. I referohem. Jemi 20 minuta të fundit japim I referohem zotit Gjekmarkaj në këtë rast si një institucion pa durimi, jo si individ. Nuk e kam me juve si. Të konkludojmë. Edhe një herë, fjalia që ju cituat nga kryeministri, se kjo është problemi, domethënë, i kontrastit. Duhet të themi një gjë të dëshpëruar edhe duke qeshur. Ishte shumë e rëndë që tha kryeministri, ndaj e citova. Në fakt ne duhet të për të bërë ironi kështu, gratis. Në fakt ne duhet të shikojmë gjërat pak më thellë. Po kryeministri është shumë shpesh rob i batutave të veta. Është rob i batutave të veta, domethënë, aq sa duket sikur në fjalimet e tij gjithmonë më të gjata, gjithmonë më të shpeshta, i duket sikur ka vetëm një dëgjues, një spektator që është vetvetja. Nëse i mbush mendjen vetes që batuta pasardhëse është më e mirë se ajo që ka thënë më parë, atëherë ka kryer detyrën e tij. Ishte batuta ajo për veriorët dhe nuk e mendon të vërtetë. Ajo që tha ishte një batutë. Do të ishte e gabuar edhe nëse do të thuaj në një klub, edhe nëse do të thuaj në një klub rrethinash, në çfarë do lloj cepi të Shqipërisë, po siç ishte e gabuar mënyra se si u shpreh kryeministri, thash edhe një herë, robi batutës së tij, aq më tepër e gabuar ishte reagimi që pasoi qoftë nga zoti Basha. Lorenci duke kundërshtuar veten, i duke thënë që nuk lejohet kjo batutë të thuhej në çdo klub Shqipërisë, e tha kryeministri si batutë, kryeministri, kryepolitikani i këtij vendi që i duhet të jetë ndër të tjera politikisht korrekt, të shumtën e kohës, i përgjegjshëm ta përmbajë veten e me radhë. Ai duhet të qeverisë fjalën e tij o zotri. Një nga gjërat të cilat i duhet qeverisë është fjala e tij. T'ja filloj nga aty, nga fjala. Nëse s'qeverisë do të fjalën e tij dhe i shpëtoka për batut, për të qeshur gratë e Tiranës, a ku dëgjon kush mund të qesh, po të pafuqishme të Tiranës, kjo më duket kjo është më dëshpëruese se reformat që po themi që i kanë dështuar ose jo. Ta filloj me qeverisin e fjalës së vet. Mund ta pyes, të lutem shumë që unë të vazhdoj. Jo, po nuk do ta përsërisësh edhe një herë, se kuptuam që e ka gabim, po nuk e ka as gabim. Jo. Unë thash e ka gabim dhe edhe më e gabuar ishte ajo që bën në qetësi, duke menduar me ligësi tashmë, sepse të gjithë e dinë që edhe konteksti i tha, edhe mesazhi që ka dashur të përcjell nuk ka qenë ai që u komentua më pas. Si mund të hesh opozita zoti Evangjeli përballë një deklaratë të tillë tani kaç përçarse, është e pamundur, nuk hesh dot. Dhe nga zoti Berisha nuk ishte ajo, nuk ishte ai thelbi. Ati po flitej për grabicit e pronës publike. Zoti Rama robi batutës ti, po e përsëris sërish. Dha një fakt. Janë 50.000 hektarë në Bregdet me tokë të tjetërsuar. Ky ishte kumti kryesor. Kaq duhet të thoshte kryeministri, nëse do të ishte i aftë,
të qeverisë edhe fjalën e vet, siç thoni juve me ironi. Nuk u treguaj. Jo se kam me fare me ironi, Dhe po të them. E kam shumë seriozisht. Ky që është problemi kaq i madh. Ë? Këtu është elefanti dhe ju po tentoni të shikoni gjurmën. Por po ju thon, janë 50.000 hektar të grabitur dhe nga ky fakt nuk ka rëndësi se Grabici është me origjinë nga Tropoja, nga Saranda, nga Korça, nga Srapari, nga Tepelena, nga çdo vendi. Ky njeri që ka marrë atë gjë në pasaportën e tij. Grabicit janë prej gjithandej dhe janë kryesisht njerëz në pushtet. Sot, dje dhe pardje. Ne e dim kush janë grabicit. Ky njeri nuk shënon vendlindjen. Më pak grabitës janë alpinët, ata në pushtet. Dje, sot në pasaportën e tij, ai njeri që ka grabitur atje duhet të shënojë jo vendlindjen. Dhe kryeministri këtë duhet thoshte. Po do të shënonte profesionin. Lutem se nuk është kjo çështja jam minutat e fundit. Kjo është me arsyetimin e ngre mbi atë çfarë kryeministri duhet thotë, jo mbi atë që tha. Ore, ky është problemi i kryeministrit. Sepse arsyeja të çon te gabimi, nevoja për të justifikuar politikisht të çon tek mburoja e gabimit. Vetëm për argumentin dhe duat kaloj ke antikorrupsioni. Shumë më falë dhe më ke marrë 3-4 te Kosovë burdhësh për te i shakave. Ky është problemi yt. Jo, është vetëm flet. Debatën e diskutimeve që i kemi disi edhe shumë të etshme këtu në këtë studio. Më shumë se sa batuta. Të lutem Angjeli. Edhe kryetari në opozitës. Në qeveriset vendi me batuta gjithë ditën u burrë. Nga mëngjesin ndar batuta. Të bëhet drejtori i stradës zoti Rama dhe hektar tokë të grabitur. Çeshin shqiptarët në ngre morali. Po jo kryeministri që bën batuta gjithë ditën. Përveç debateve që kjo gjë hap këtu në studio, kryeministri i vendit tim, kryeministri i vendit tonë nuk mund të nxjerrë një batutë të tillë, e cila ka korrelacion përçarës mes veriut dhe jugut të Shqipërisë. Aq më tepër dhe fyes, aq poshtrues, aq më tepër që ne në pjesën tonë më të madhe, pra njihemi si komp i bashkëjetesës fetare, por edhe bashkëjetesës civile. Ne arritëm të bënim gati një luftë civile në 97-ën dhe sot jemi gjithë nuk e bëm për hir të vërtetës. Dhe jemi viktima po se bëm luftën civile. Kësaj dite dhe po qeverisin dhe janë në të njëjtin parlament pra këta njerëz bashkë. Pra në çdo lloj aspekti jam dakord me Leilën, zoti kryeministër duhet qeverisi dhe fjalën e tij për te të gjithave. Nëse e tha në emër të 50.000 hektarëve të tjetërsuara, të vjetra, lajm nuk ishte maj. Lajm ishte çëja që shkruhet me apostrof dhe far. Nuk është më fare lajm reforma çfarë kemi bërë në 3 vjet. Që në momentin që Ministria e Arsimit thot në 3 vjet ne kemi futur kaq tekste të reja dhe fjalën çfarë Ministria e Arsimit bën ç apostrof far. Se sigurisht edhe Rama e di vet që gjithë projekti i tij në Berat për reformën e arsim në media do trumbetohet vetëm tek fjala çfarë dhe ignorantët e Ministrisë së Arsimit. Pra, lajmi i kryeministrit dje nuk ishte më tjetërsimi pronave. Lajmi i kryeministrit dje ishte batuta e tij. I dilte nga shpirti, më ishte freudiane. Ai tregoi se çfarë mendon për një pjesë popullsisë të vendit. Ka shqetësimin e madh për 50.000 hektar tokë të vjedhura. Mund qeverisë një kryeminist që urrën gjysmën e vendit Lorenz. Që ka ju punoni për zotin Meta, pyete zotin Meta, mendon kështu, jam i sigurt. Nuk mendon kështu. Ka gjithë infrastrukturën e nevojshme për ta asnjë gënjeshtër nuk ka. Cila është gënjeshtër? Gënjeshtër që Rama nuk ka. E qartë. Nga Alpet dhe pa ndetin njonë si zoti Berisha, urrëti është. Çfarë nuancat? Konotacione. Edhe një herë, por mos e... është gjuhurrejtje. Gjekmarkaj, Banqeli. Të të japësh një akustë të Banqeli, të lumë. Është pabesueshme. Me qetësit madhe, erdhën nga Alpet dhe dolin në Bregdet. Në pjesën e fundit, regjia fokusohë. Në pjesën e fundit do të flasim për këtë thirrje të ambasadorit amerikan për krimin e Partisë Antikorrupsion. Ambasadori amerikan ka qenë sot në një komunikim me publikun nëpërmjet internetit, me publikun, me njerëzit, basi ka bërë një deklaratë shumë të rëndësishme dje për reformën e drejtësi, për korrupsionin në gjyqësor, për orat të shtrenjta etj. Sot ka komunikuar drejt për drejt me qytetarët shqiptarë. Në fakt është një performancë për herë të parë. Një ambasador e zhvillon të paktën kaq fort në këtë mënyrë drejt për drejt me publikun. Kemi shkëputur disa momente nga ky komunikim dhe do t'i komentojmë në studio.
Unë shpresoj që në vitin 2016 do të shihni zbatimin e reformës në drejtësi dhe nisjen e ndryshimeve të vërteta. Do të duhet kohë për të larguar të gjithë gjykatësit, prokurorët dhe zyrtarët e korruptuar. Por ndikimi shtrëngues i reformës kryesore do të nisë menjëherë. Menjëherë ju do të shihni gjykatës, prokuror dhe zyrtar, që do të kenë frikë nga pasojat e marrjes së rishfetit. Ndryshimi i Shqipërisë do të fillojë me ligje të reja për dekriminalizimin, zyrën kombëtare të hetimeve dhe reformën e gjyqësorit. Por vetëm ligjet nuk do të ndryshojnë Shqipërinë. Implementimi është puna e vështirë. Gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar duhet pushohen nga puna dhe të ndiqen penalisht. Politikanët e inkriminuar duhet hiqen nga liderët e partive politike, nga parlamenti dhe nga pozicionet lokale. Ministrat korruptuar, të mëparshëm dhe të tanishëm, duhet të mbahen përgjegjës për krimet e tyre. Populli shqiptar duhet të kërkojë që kjo të ndodhë. Korrupsioni nuk ka nevojë të luftohet nga ata që e krijuan atë. Korrupsioni duhet të luftohet nga njerëz normal që votojnë, njerëz normal që punojnë në biznes, në qeveri apo në shkolla, njerëz normal që punojnë në OJQ, universitete dhe media. Mos i lejoni politikanët të kontrollojnë nismën antikorrupsion. Gjek Markaj, një ambasador i cili basi flet shumë troç, ndoshta nuk e di, ndoshta edhe më troç se duhet për balë trupës gjyqësore, sot komunikon me qytetarët, u jep udhëzime, u thotë që ju qytetarët e thjesht duhet i ndryshoni gjërat, ju duhet ta pastroni qeverinë dhe gjyqësorin nga korrupsioni. Shikon, për një kohë gjatë kam menduar që kryeministët e Shqipërisë, qoftë Berisha, qoftë Rama, e duan më shumë Shqipërinë se çdo ambasador i huaj në vendin tonë, qoftë ambasador amerikan. Por ka ca kohë që kam filluar të mendoj seriozisht që ambasadori i Lu mbase e don Shqipërinë më shumë se sa politikanët shqiptar. Dhe po flet më shqip nga gjithë politikanët shqiptar dhe po flet në sintoni me atë që ka njerëzit mendojnë në pjatën publike, në shtëpi, në restorante, në bare, në shkollë, në universitet. Perceptimi për korrupsionin në këtë vend është i tmerrshëm. Perceptimi është që pjesa më e madhe e klasës politike ka humbur kartën morale dhe vlerën morale. Të gjithë mendojnë, mund të jetë perceptim, mund të jetë mistifikim, mund të ketë pjesën e vetë gabimit, që shumica politikanë shqiptar janë të përlyer. Që sistemi i drejtësisë është një sistem që nuk funksionon, është një sistem thellësisht i korruptuar, e mendojnë shumica e njerëzve, por çështja është kush do ta bëjë këtë reformë në drejtësi dhe si do ta bëjë këtë reformë në drejtësi. Me një lloj idealizmi, ambasadori Lu kërkon që kjo reformë të bëhet. Do ishte shumë mirë që ta sillte paketë të gatshme, mos përfshihen fare aktorët politik shqiptar, të cilët disa e pengojnë për arsye që i dinë vet, disa e duan për arsye se ju duhet, kështu që jemi në një unë jam shumë skeptik për fatin e reformës drejtësi, madje edhe për suksesin e fjalimeve shumë të mira dhe të bukura etike që mban ambasadori i Lu. Angjeli? Jo, unë jam pothuaj totalisht dakord me gjithçka që thot zoti Agron, me përjashtim të faktit që reforma në drejtësi është një gur themeli dhe prove. Është një gur sprove gjithashtu për majorancën në radhë parë, të majorancë qeverisë, por dhe për gjithë klasën politike në përgjithësi. Po ju kujtoj diçka, edhe me datë madje, është 6 janari i 2014-ës, kur Rama dhe Meta në pritjen e parë që bëhet në kryesinë e kuvendit të Shqipërisë, përballë gjithë përfaqësuesve të pushtetit gjyqësor, paralajmëruan nisjen e 2 reformave, të cilat ata i konsideruan më të rëndësishme në këtij 4 vjeçare të qeverisë, reformën administrativo-territoriale dhe reformën në drejtësi. E para është kryer, mirë apo keq është mbyllur dhe ne kemi një produkt të saj, i cili u materializua me zgjedhjet e reja të qershorit të këtij viti, dhe presim tani të bëhet sërish edhe reforma në drejtësi, e cila kërkon mbi 93 vota, pra kërkon një shumicë përtej të majtës dhe të djathtës, po edhe të majtës edhe të djathtës. Dakor, pra, po pse ambasadori amerikan futet kaq fort në këtë gjë, me gjithë vullnetin që juve e nënvizoni, bëni historinë e nisjes. Dhe kam përshtypjen që tek ajo votë do të ndahen shumë gjëra. Insiston ambasadori sepse sheh intrigat uliksiane të politikë shqiptare për ta bllokuar reformën drejtësi. Sepse sheh që një pjesë nuk e do, sheh që kryeministri Rama e do për ta përdorur dhe ai ndihet i dëshpëruar sepse e ka si një investim personal. Do t'i jap Shqipërisë një reformë drejtësi. Do ishte mirë të na impononin të na sillnin nga gatshme. Nuk zgjat i gjatë paqja jon sepse nuk ka si të jetë investimi personal i një ambasadori. E di, nuk mund të jetë investim, po do ishte mirë të na sillte. Nuk mund të jetë. Se këtu do jemi. Padyshim është ngjan si një kontrasens, ngjan si një përplasje e absurdit
që po kjo klasë politike, fjala vjen. Nuk e bën dot një reformë ndershme ndërtimi klasë politike, harroj. Po edhe për këtë arsye, ambasadori amerikan tani po ju a citoj atë, thotë që ky është një produkt unik dhe i Bashkimit Evropian dhe i ekspertëve më të mirë shqiptar, të asistuar edhe nga misionet e huaja, që është një produkt që pritet të kaloj më pas në votë, dhe unë po ju them që së paku nga majoranca ka një vullnet të qartë dhe të shprehur politik që kësaj reforme do t'i shkohet deri në fund. Ndërkohë që në vimësi kemi parë përgjigje të ndryshme nga opozita. E votoj, se votoj, përfshirje, gjithë përfshirje, kushte e me radhë. Po fotografojmë edhe njërë situatën, se çfarë do ndodhë nesër, nuk e dim. Kjo është diferenca. Mënyra si lexoj unë ambasadorin amerikan në mesazhet, sidomos që po jep 2 ditë e fundit dje dhe sot, kanë të bëjnë më shumë jo mesazhe drejt për gjyqtarët, se ne kështu e kuptojmë dhe e lexojmë, por mesazhe për politikën. Pra, më duket sikur ambasadori amerikan kërkon të nxjerrë në përgjithësi zyrtarët diplomatët e huaja, kërkon të nxjerrin forcat politike apo të fusin ato në lojë. Pra, më konkretisht opozitën e cila nuk është e përfshirë në procesin e reformës në drejtësi. Fakti që ky proces ka filluar me asistencën e ekspertëve më të mirë, të Euraliusit, Optatit apo nuk e di institucioneve të tjera ndërkombëtare, do të thotë që ka filluar diçka me bekimin e partnerve. Pra, do të thotë që palët duhet ulen, sidomos pjesa me cilën po punohet me shoqërinë civile në rrethet ndryshme të vendit. Kush janë aktorët? Sa konceptohet reforma në drejtësi? Pse po luftohet në disa aspekte? Pse opozita është ende skeptike? Pse takimet e diplomatëve me kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha qoftë edhe në këtë aspekt po dështojnë? Këto janë çështje të cilat do të shikohen sidomos pas buxhetit, sepse një ndër aspektet kemi ditën e njëjtë kur duhet miratoj buxhetin, se edhe 2 të njëjtë kanë mbetur për të miratuar buxhetin, a do e miratojmë apo jo, sepse opozita do jetë në protest. Pra, në sensin gjithë këto gjëra që po ndodhin në Shqipëri dhe ajo që presupëzohet bllokimi i parlamentit, sikurse ne e lexojmë nga opozita ditën e njëjtë, mos po na kthejnë në skenarin e asaj që po ndodh në parlamentin e Kosovës. Pra, mos Shqipëria tashmë po mëson se çfarë ndodh nga Kosova për të bllokuar jetën parlamentare, rrjedhimisht edhe reformën në drejtësi. Kjo është pak a shumë. Pjesa tjetër e reformës, pra, nen për nen, janë ekspertët ata të cilët flasin, janë ata të cilët e shohin, por në leximin e përgjithshëm është diplomatët kërkojnë forcat politike të ulen tavolinë për të zgjidhur. Dhe kur ambasadori thotë një parti antikorrupsion, çfarë do të thotë? Pak a shumë kjo do të fillojë në këtë parlament, por duhet ta kuptojmë të gjithë, opozita ka drejt kur thotë që ky nuk është parlamenti i duhur për ta bërë këtë reformë. Fakti se si ka shkuar ky parlament, kush janë elementet e tij, çfarë ka shoqëruar historinë 2-3 vjeçare të këtij parlamenti, cilët kanë qenë deputetët që kanë hyrë, kanë dalë, akuzuar, terrorizuar njëri tjetrin aty brenda sallës kuvendit, dhe a duhet ishte ky, a është ky parlamenti më i mirë i shqiptarëve? Kjo s'ka vënë fare. Unë kam vënë re një gjë që nuk e kam vënë re, kam parë në ato pamjet filmike në eskortën që shoqëronte ambasadorin amerikan Lu, kam vënë re një ndrim të makinave. Dhe kjo është shumë domethënëse, nuk e dija, ndoshta do më duhet ta konfirmoj në nesër ose më vonë, por nuk e shoh më Cadillacun e zotit Lu në eskort, por shoh një makinë thjesht që është një Ford Crown Victoria. Unë e njoh shumë mirë makinat amerikane, se kam jetuar dhe jam marrë me... Pra, ora duhet jetë shumë më lirë se sa Cadillacu. Sa domethënëse është kjo, dhe për mua kjo e shpjegon Lun më mirë se çdo lloj fjalie, çdo lloj komplimenti tjetër. Ai ka kaluar nga një Cadillac në një Crown Victoria, ka kaluar një makinë thjesht, dhe batuta e tij që shikoni orat që keni dhe nuk mund të jenë më të shtrenjta se makina ime, është domethënëse. Edhe diçka tjetër, pse kemi nevojë për Lunën, se duke sikur jemi duke ndërtuar kultin e Lus, po një arsye kemi. Është arsyeja e palës tretë që na mungon në Shqipëri. Dhe një nga mëkatet e mëdha të medias edhe e jona, e këtyre që jemi në këtë dhe shumë kolegëve tanë, është se nga politika ose nga vetvetja janë vrarë si palë tretë. Një pjesë e mirë, nuk po them të gjithë. Në mungesë të kësaj palë tretë që duhet jetë opinioni publik, shoqëria civile, që është blerë shitur me 10 herë,
po kështu edhe media, ne tani naltojmë dhe ndërtojmë kultin e ambasadorit amerikan në rektorat të zotit Lu me plot të drejtë, sepse duam të palë tret, duam që veshit ton dhe syrit ton dikush te i cili ose e cila nuk ka interes as konflikt interesi në këtë vend, të na thotë atë vërtet që duam ta dëgjojmë. Dhe për këtë unë jam fan i zotit Lu, si që jam edhe i ambasador amerikan, po sidomos i këtij. Por nëse unë arrita konfirmoj që makina e tij nga Cadillac ka shkuar në Crown Victoria, kjo është shenjë madhe dhe pastaj nuk e di sa vetë. Ja një gjë shkurtër, Lorenz Male, shkurtër. Unë nuk do doja realisht që kam parasysh një film, Trishtimi i zonjës Schneider, nuk do doja të isha spektator që shikoja filmin Trishtimi i zotit Lu, për sa i përket reformës. Nuk do doja të dështonte, ndonë se kam frikë që do përballet me një nonsens klasë politike shqiptare dhe nuk do ketë shumë sukses. Po, Vangjeli? Jo, për të vazhduar diku Lela të kishte një fjali në atë sallë që zoti Lu mbajti dije fjalimin e tij tashmë të famshëm. Edhe nëse nuk do të kishte ndruar makinën, prapë kishte orë të cilat do të kushtonin më të shtrenjta se Cadillac i blinduar. Jam dakord. Për fat të keq. Me këtë jam dakord. Vaniteti nuk ka çmim. Ka një shprehje që është cinike dhe raciste që e përdorin zakonisht në Tiranë e periferisë, se çfarë ndodhte me Kosovën e Shumicës. Po unë refuzoj ta përmend. Unë nuk kam minuta, sigurisht do të mblidhemi sërish për analiza, në mënyrë veçantë sepse jemi në fund të vitit, do ta bëjmë të edhe në fillim të vitit që vjen, për të parë në këndvështrime të ndryshme të nderuar teleshikues atë që lan pas, pra 2015, çfarë ndodhi gjatë këtij viti politik, dhe mbi të gjitha çfarë na pret gjatë 2016. Kishte diçka për të shtuar, shikoj Evangjel se më kërkon fjalën, kështu fyer. Jo, mendova se do vazhdonim akoma më tej. Jo, nuk kam. Ajo që është problematike për të rikthyer edhe një herë tek fillimi i emisionit tuaj, nuk kam minuta. Është që gjithë shqetësimi i opinionit publik, apo dhe një frustrimi ti nëse e përdoret një fjalë më të fortë, nuk përkthehet ende në një besim tek opozita që t'i kanalizojë ato, e cila dhe këtë të enden do të fillojë nën parrullën o burra me urra tek ura, të shohim se sa njerëz do të mbledh. Supozojmë se çmendur opozita, kryeministri do ta shërojë. Do të dita lexoj opozitën. Për protestën e opozitës dorim të presim që shteti reflekton, Lorenz, do të reflektoj për problemet që ka. Është gjithmonë na duhet një opozitë fortë. Po bëhet opozita, po ja tani po të rikthejmë edhe. Pavarësisht nga sheshit, edhe nga idetë opozita po një opozitë e fortë, një opozitë e sinqertë, e cila ka filluar të artikulojë i ka munguar Shqipërisë, do të ishte një recetë e shëndetshme dhe për qeverisje. Faleminderit që na ndoqët të nderuar shikues edhe sonte. Faleminderit që keni qenë të shumë që na keni ndjekur, që keni qenë të shumë që na keni shkruar në faqen tonë të Facebookut. Eni Vasili Studio Hapur. Jam realisht mirënjohëse për besnikërinë që tregoni ndaj programit tonë. Takimi i ardhshëm me Studio Hapur është për të martën që vjen. Natë e mirë.